Përshëndetje, jemi me testin e radhës, pyetja e parë, çka duhet të keni parasysh në këtë fitor? Në zhvillim të distancës anësore të sigurisë e pasakt, do të jemi gatshëm të reagoj në rast nevoje. E sakt, do të përdori shenjën akustike që mësorët të largohen nga rruga e pa sakt. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Në afërsi të ngushtimit të rrugës nga ana e djathtë, pasakt, në ndalim të trafikut për vetura e pasakt, në ndalim të tejkalimit të automjetit përveç motocikletave pa rimorkjo anësore e sakt. Cilat sjellje veprime është e drejtë? Të frenoj e sakt. Duhet të vazhdoj me të njëjtën shpejtësi e pasakt. Nuk ndërmarr asgjë, këmësori nuk duhet të lëviz në rrugë e pa sakt. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Me lejohet të vazhdoj lëvizjen vetëm drejt e sakt. Me lejohet ndrrimi i shëritit majtas e pa sakt. Me lejohet ndrrimi i shëritit djathtas e pa sakt. A ju lejohet ndrrimi i shëritit përkthim majtas në këtë situatë? Po, vetëm nëse vetura zhvillon shpejtësi maksimale e pasakt, jo, në asnjë rast e pasakt, po duhet vështruar trafikun nga prapa, pasqyret, këndin e vdekur dhe me sinjalizues me tregues të drejtimit e sakt. Shenja e trafikut paralajmëron kthesë të njëpasnjëshme e para në të djathtë. E sakt, shenja e trafikut paralajmëron urën lëvizëse. E sakt, cila shenjë tregon të porzën e trafikut? E para e pasakt, e dyta e sakt, e treta e pasakt. Shenja e trafikut tregon ka i obliguar djathtas? E pasakt. Shenja e trafikut tregon ndalim kthimi gjysmë rrethor? E pasakt. Shenja e trafikut tregon vendin ku mbaron ndalimi i përdorimit të kamerës. E pasakt. Shenja e trafikut tregon shëritjen e trafikut për mjetet e transportit publik të udhëtarëve. E sakt. Shenja e trafikut tregon pjesën e rrugës ku ndalohet lëvizja e kafshëve pa mbikëqyrje. E pasakt. Shenja e trafikut paralajmëron rrethojën e rrugës. E pasakt. A ju lejohet kumësorit dhe kalimi i rrugës sipas dritës në semafor? Po. Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit? Djathtas, drejt dhe majtas. E sakt. Vetëm djathtas e pasakt, vetëm majtas e pasakt. Si do të veproni në situatën si në foto? Duhet të ndalem para vijes tërthore. E pasakt. Do të vazhdoj lëvizje me kujdes të shtuar dhe sipas nevojës do të ndalem. E sakt. Duhet i ndezë të gjithë treguesit e drejtimit. E pasakt. Rruga ka dy shërita të trafikut në një kah të lëvizjes. Lejohet tejkalimi në këtë situatë? E sakt. Kulona e organizuar e këmbësorëve është duke lëvizur jo drejt në kohën e djathtë të lëvizjes. Pasakt. Në këtë situatë do të rris distancën anësore të sigurisë pasi që këmbësori mund ta kaloj rrugën. E sakt.
Erurat e forta anësore paraqesin rrezik posaçërisht posaçërisht për mjetet me dy rrota, biçikletat, mopedat, motocikletat pa rimorkjo anësore. E sakt. Pajisja rrugore tregon vendkalimin hekurudhor me mbrojtëse. E pasakt. Në kryqëzim, vetura e kaltër lëviz para biçiklistit. E pasakt. Në këtë kryqëzim, unë lëviz i pari. Pasakt. Në semafor ndryshon drita e verdhë vezulluese. Në këtë situatë do të vazhdoj lëvizjen me kujdes të shtuar. E sakt. Në këtë kryqëzim, unë do të lëviz i fundit. E sakt. Shoferi në ndikim të alkoolit i vlerëson drejt situatat në trafik. Pasakt. Në foto është paraqitur aktivizimi i pajisjeve sinjalizuese. E sakt. Në foto është paraqitur motësi i kohës së ngasjes. Pasakt. Alkoholi gjatë ngasjes ndikon negativisht. E sakt. Shohim rezultatin e testit. Edhe rezultati.